Duke parë që punimet për rregullimin e shkollës Mustafa Bakia po vonohen dhe përpasojnë nxënësit e kësaj shkolle po humbasin kogja shumë nga procesi mësimor, Drejtoria Komunale e Arsimit ka menduar një opsion më të mirë që të mos e humbasin më shumë se kaq orët e mësimit. E bëm një planifikim dhe ky planifikim është që nxënësit dhe mësimdhënësit e shkollës Mustafa Bakia do ta mbajnë mësimin në godinën e shkollës Mazlon Kpuska dhe atë në ndrimin e pasditës. Dhe për nxënësit e Mazlon Kpuskës, si dhe të Mustafa Bakis, do të bëjmë një ndryshim dhe ora nuk do të zgjas 45 minuta, por 40 minuta. Ajo shtoi se kështu do të vazhdohet deri në rregullimin e plotë të shkollës Mustafa Bakia. 2 javë është një kohë mjaftueshme për mbajtjen e mësimit dhe ky proces mësimor të vazhdon në shkollën Mazlon Kpuska. Na kemi planifikuar që mësimi të fillojë nga data 20 shtator e premte, sepse mësimi do të mbahet edhe të shtunën, domethënë çdo të shtunë derisa të përmbushën ditë dhe derisa të plotësohet plan programi mësimor. Ndërkaq të gjithë prindërit dhe nxënësit e shkollës Mustafa Bakia informacione detale se kur dhe si do të jetë orari i vijimit të mësimit mund t'i marrin nga menaxhmenti i shkollës.